Përshëndetje, miqtë e emisionit 05 edhe sot jemi në sheshin e Ferizajt. Sot pranë vetës kam kandidatin nga Partia Demokratike e Kosovës, deputetin Eman Ramoni. Deputet, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që pranove emisionin 05 për intervistë. Faleminderit për ftesën. Deputet, po e nisim kështu, fillimisht na trego si po e sheh gjendjen aktuale politike në vendin tonë. Situatën politike. Është një situatë ku është e paprecedent. Pushteti ka ndiku jashtëzakonisht shumë në përçamjen e popullit. Nuk është të jep mesazhe përbashkëtuese, por është e ndiku shumë negativisht në krejt ato që e kam bjellë për tash sa kohë, por është detyrë dhe obligimi jonë që me bëni fushatë të ndershme, një fushatë e cila ja u kthen shpresën shtetërorëve edhe të Ferizajt për gjithë Kosovës, kështu që kemi obligime që me këtë vend në dynar të rrugën, me largu prej krizës ekonomike, cilën e ka mpru vendin, me shliru, me bashkëpunu me qytetin e Ferizajt, unë tash rrugës të ardhë, me thonë sa ervi, shoh pengesa të rrugë të bllokume, pa përfundu, kemi hyrjen e Ferizajt këtu të rrejti, cili që 6 vite thuj se është i tillë bllokim, vend që të ketë bashkëpunim, ata bllokojnë, kështu që na duhet një pushtet i cili bashkëpunon, e ndihmon Ferizajin edhe secilën komunë të Kosovës për me u zhvillu dhe për me ecë të rrugë. Ashtu, realisht unë deputet e pota dhe pyetjen pse njerëzit duhet ta votojnë Partinë Demokratike të Kosovës me 7 qershor, pak a shumë i përmendet ndoshta këtu, po më specifikisht diçka? Mbrojtja e familjes tradicionale, mbrojtja e vlerave të UÇK-s, mbrojtja e dinjitetit të secilit person që jeton në Kosovë, bashkimi, jo përçarja edhe ndalja e krizës që ne ka pru kjo qeverisje për tash e sapo. Ashtu, nëse të pës, po besoj që edhe njerëzve ju intereson goxha shumë. Si po i sheh rezultatet e 7 qershorit, pavarësisht që nuk kemi statistika të sakta, apo nuk i dihet zgjedhjeve, mirë po ti personalisht çfarë fryme po e sheh në këtë fushat? Obligimi joni me u angazhu që me maksimizu votën, edhe si Parti Demokratike, edhe si kandidat, që deri me 7 qershor na duhet shumë punë, pastaj me 7 qershor vendos qytetari se qysh edhe si do të qeveriset ky vend. Është shumë e rëndësishme me i dhonë fund një autoritarizmi i cili vetë se ka fillu të mbjell frytet e saj në vendin tonë, e sa më herët që ndalin, aq më e mirë dhe aq më e lehtë do të jetë për vend. Ashtu, një gjë tjetër e rëndësishme për gjithë popullin tonë është edhe zgjidhja e presidentit. A do të ketë Partia Demokratike e Kosovës koalicion me lëvizjen vetëvendosje nëse rezultatet janë thajse të ngjashme pas 7 qershorit? Shkakus që zgjidhja e presidentit është shumë e rëndësishme. Ne duhet të angazhohemi, të kemi qeveri të opozitës, të kemi president i cili përfaqëson vendin densisht, larg, sa më larg njerëzve që bllokojnë edhe përçojnë popullin tonë. Ashtu, deputet për fund, nëse ke edhe diçka me i thonë gjithë atyve ferizajasve dhe jo vetëm. Ferizajasit janë ndër qytetarët më punëtorë, sidomos në aspektin e tregtisë dhe bizneseve, andaj për me jau hek pengesat infrastrukturore, çfarë i ka vendosur ky pushtet, e kanë pasqyrën më të mirë se çysh bëhet dallimi në qeverisje të duhur, çfarë ka kryetari Agim Aliu në Ferizaj, ku me buxhet minimal ka bërë shumë më shumë se sa miliarda buxhet që ka qeveria e Kosovës, e cila vetë se i ka bllokuar, sidomos projektet e Ferizajit ku ka pas numër të konsiderueshëm të deputetëve të Ferizajit, që besoj të duheshin të ndihmonin Agim Aliu pa marrë parasysh subjektin prej nga vjen, për shkak që ka qenë si investimit edhe zhvillimit edhe të Ferizajit edhe të cilësisë qytet. Ashtu, deputet, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që pranove emisionin 05. Faleminderit shumë. Miqtë emisionin 05 ishim me kandidatin nga Partia Demokratike e Kosovës, Eman Ramoni me numër 22.